Artet bashkëore Dega e Tingujve është lëmia ku 23 vjeçaria Leila Bajrami është duke spikatur. Leila është nga Shkupi, por ka disa vite që ajo jeton në Zvicër për t'i ndjekur studimet. Me një të shkuar atje, ajo kori shumë suksese. Me njëherë pas përfundimit të studimeve, Leila aplikoi për master dhe tani si një studente dalluar u zgjot për asistente në Fakultetin e Arteve në Bern. Deri më tani, ajo ka marrë pjesë në shumë projekte brenda dhe jashtë vendit. Para një viti, ajo e punoi dizajnin e tingujve të një filmi të animuar të Aleksandra Sibe. Ndërsa këtë vit, ata fituan çmimin në festivalin e Lucernit Upcoming Filmmakers. Çmimin të cilin e morën kishte të bënte me sound design dhe ishte një fitore për Leilën. Ishte pak paprit, sepse filmi u punua para një viti, unë e disha që filmi po ecse në për festivalet të ndryshme, mirë po që të fitohet çmim, posaçërisht për sound design nuk e prisja. Leila edhe gjatë qëndrimit të saj në Zvicër ka ftesa për të punuar në projekte në Maqedoni. Gjatë kësaj periudhe, ajo ka punuar në një shfaqje teatrale, Modigliani, në regji të Sibel Abdiut. Premiera e shfaqjes ishte të enjtën dhe interesimi ishte dukshëm i madh.